fali për Dua Lipën dhe bashkë me mua sot Albina. Albin, mirë se erdhe. Merë kënaqësi shumë e madhe që sot jemi bashkë. I kemi nda pak minuta nga puna e Albinës është gjithandej në rrjetet sociale, s'po ndalet me intervista të shumta. Sot për Dua Lipën, që po ma thoshe më parë që realisht kash po shkelqen, po të pëlqen sidomos kjo thjeshtësia, ja ku e kemi me një fotografin, në këtë ceremoni tejet private. Si të duk? Më boni përshtypje pjesa mirë dhe thjeshtësisë, do me thëmë pjesa që unë po martohem, po e kurrizoj lidhjen me martes, po nuk po du me dalë prej vetës. Ne kemi pa edhe jetën e kalume, jo vetëm private, po edhe profesionale të duas që nuk është shumë e komplikume, unë do të me qene rezervume pak në aspektin e grimit, e dukjes e flokve, edhe është të bo krasimin, pa dosh me folka që se nasi gjithmonë shumë Krasim me këto, me Kosovën, që do me thonë nusët nuk e di, po është stili tyre, po që ka mboni për shtypje, po është veshja, krejt ndoshta kemi prit ato lajmet e para që po martohet, hajtë se si ka me udokun personalisht komendu që të paktën ka me qenë me një fustan, por na befasoj shumë dhe po doket shumë bukur. Po besoj që po, vetëm se duke njoft paka shumë të kalumën e jetës e saj, pra po them që është një prej vajzave që ka rrit me i rezistu kohës edhe që ka do që bën, pa tjetër kryon lajme dhe po qëndron pak largë skandales përveç pjesës me Samsungun që e kishte shkaku imazhit saj. I ka qëndruar dues në atë që ne jemi mësuar ta shohim. Kështu në një prej ditën e parë, prej Be The One për shembull. Po për ndryshe mediat ndërkombëtare më njëherë kanë qarkulluar brapa dhe kanë hulumtuar në kohë dhe kanë bërë një krahasim realisht të veshjes së Dua Lipës duke krahasuar me atë të Bianca Jagger. 55 vjet më parë, dhe më thonë në martesën me Mick Jagger, ja ku është ky dallimi. Po që edhe Dua po shkëlqen. Në fakt, apo të prëngjan, apo duket diçka ngjashëm, çka mundesh me thonë? Po kapela, pastaj ngjyra e bardhë, përveç shaforën që po Dua ma bukur. Bianca nuk, po që vetë ashtë 2026 koha ka ndryshuar, ama po më duket është një lloj ngjashmërie, po për opinionin tim mendoj që është rastësi. Rastësi? Ndoshta edhe ka pas si lloj shembulli ku ka mujt me u inspiru, ama po, tash okej, të krahasojmë pjesa e pullave është pak më ndryshe, pjesa e dekoltes të kjo është më e hapur, edhe kapela i kemi parë edhe shumë yje të Hollywoodit, kështu që unë mendoj duke jetu ajo jashtë, patjetër që është mundu me marrë edhe stilin e vendit ku jeton. Një frymëzim në diçka të bukur. Është inspirim i bukur. I bukur, po. Kopjema që shme të qujta. Po, ndryshe, s'mujnë me prit prej Dua Lipës, se realisht Dua, po, ky qift po shkon shumë, po e diskutoni më parë. Nuk e komendu që ka me përfundu me martes. Nuk e di, kom pas ndoshta bindjen që hala ka që ka të dhënë për karierën, po normalisht martesa për ata që din me rujt dhe jetën publike, nuk mendoj që mundet me i pengu, duke ditë paka shumë që edhe partneri saj tashmë bashkëshorti është aktor, ka shumë filma, ka shumë suksese, ka shumë çmime, e besoj që ka qenë një prej momenteve më të mira që ndoshta pak para sezones që Dua e ka me ture muzikore, bile me kurorzu edhe lidhjen me martes. Tash të këshiru mna i fëmija, se neve na intereson me diçka. Doni me barkun e fryrë, qka ka tre. Me njëherë dushime, po realisht, a mendon që mund të ketë diçka? Jo, nuk e besaj, se kjo ka qenë shumë e përfolur, jo, nuk e besaj. Po, Dua ka qenë vazhdimisht e kujdesshëm në këtë jetën private. Ajo që kemi vrejtë Albin kohëve të fundit, muajve të fundit në base, me thënë më sakt, ka qenë një vëmendje pak më e madhe në jetën private. Nuk e di, ndoshta në pjesën e muzikës nuk dyshoj që është duke punuar dhe do të cilë projekte të reja, po ka qenë një vëmendje shumë e madhe në jetën, një koncentrim në jetën private. Si mendon që po arrin Dua me bë këtë balanson, po ndikon këtu edhe familja, babai i saj, konkretisht Dugagjini duke qenë gjithmonë afër saj. Pjesë e menaxhmentit patjetër që gjithmonë unë e them edhe për projektet kështu në jetën personale, private që unë kam, gjithmonë them kur e ke familjen në anën tjetër një prej menaxherëve më të suksesshëm që e ka dëshmu prej vitesh edhe Dugagjin Lipa, patjetër që ja ka lehtësu pjesën e karrierës, po unë mendoj që kjo ka edhe një staf të tërë mbrapa që normalisht i rrin gati për këtë pjesën e karrierës, kështu që pse mos më shkëlqy edhe në jetën private, shumë sfiduese me arrit me i botë të dyjat, po Dua mendoj është një ndër shembujt më të mirë që kur tonë edhe mundesh me arrit me ja dal. Çka mendon që në këtë dyshe funksionoi kësaj radhe, sepse Dua i ka pasur disa lidhje të tjera publike kanë qenë që gjitha, kanë qenë gjithandaj
të ndjekur nga paparacit. Po ti. Aktori ka qenë edhe në Prishtinë. Me thënë ndoshta pjesa e mirë kuptimit e pjesa e këto, dhe që është ky aktor, imagjinoj tash dua tash duke u puthë dhe përqafu me dikë tjetër, po ndoshta është puna e originalitetit që kanë ditë me kanë qëndru, pra po them larg skandaleve, se na dim kur e kemi një partner e ekspozojmë krejt vendet e mundshme, që shme thonë kështu me na romë si shkrejt bota dhe pastaj nuk jam me të, jam zën. E prandaj po them është ndoshta pjesa që kjo është fokusu në karierë, edhe nuk është që e ka postu krejt kohën, edhe nuk është që e ka tregu shefe se unë me kë jam. Kështu që po besoj ndoshta është kjo pjesa që e ka mbajt pak ma privat, edhe nuk është shqetësu dhe për komentet e njerëzve, se zakonisht din të reagojnë. Kemi pa ndoshta raste, jo veç Rita Ora, po dhe disa yjatja, përfshirë dhe sportista, e kështu që për një mamir, kur e bojnë një jetë private dhe e bojnë publike, pastaj portalet janë ato shumë të pamëshirshme, edhe në dhe të, edhe normal tani që ndikon edhe kjo pjesa që dikujt mundet mos me i pëlqy një titull, kështu që kjo është një shambull që hiç nuk brengoset për qitë pjesë. E për më tepër në showbizin ndërkombëtar. Po, showbizin ndërkombëtar patjetër është thik me dy teha, tash është puna e Sani Hill, kështu që po besoj uroj që si vjet ka me marrë pjesë. Tash është edhe me një unas tjetër. Regjia, më dimoni edhe njëherë me çmimin e qafores, se po më tregoni? 488.000. Çmimi i qafores, po. Tu po është Dua Lipa. Nuk më befason, duke marrë parasysh që është një prej këngëtarëve që besoj se e meriton atë, kështu që e meriton këtë. Nëse e bëjmë këtë krahasimin më herët që e thash shumë thjesht duke Dua Lipa, ne nuk po flasim për të thjeshtësinë ta marr aty një fustan i qafore. Pra po them pa folkash për Kosovën, sa zot ku me di çfarë mundësi me pas me tu kurse ndroj. Dyshoj a ke pa vetë në Kosovën, jem shumë me kolonat e energjia, po imagjinoj tash me qenë nuse e Kosovës, me thonë që stekon deri këto. Ja, kështu s'kish përfundu Dua, garantoj. E që ata po thëmë, ja vlen, okej, është veç një, po ka godit, është shumë e bukur, edhe njët, më duket është si gjarpëra, po, e kam... Po, me gjarpëra, po, kështu që... Po mendoj që e përfaqëson pak edhe simbole. Okej. Kësha pas qef me di që ka po mendojnë Rita Ora që të... Rita Ora do të jetë një turne këtu afer, se doja të pysja në atë që ka preta që dhe në aspektin e muzikës. Nga Dua. Dua, inshallah ka me qenë, unë përdu shumë me qenë Sani Hill. Mi afto me jetën private të ju? Po besoj jeta private tash më veç si nuse, të këshyrë ma din me marrë dora. Larë këtyre Pse kjo ka të regu gjithmonë që unë jam shqiptare, e tregon originë, unë kështu që kjo është një ndër përparësit e saj, që për një me po nga bën krenar, po që ndoshta ka edhe momente që me mediat është shumë e hapër, e kemi pas rastet e konferencave gjitha këto, po besoj që ka me vazhdu pëthuaj se njësaj, po normalisht ndoshta jo me vrullin e matë të punës, por që do ketë një partner ofër. Në pas pak të kjo dalim, në këtë pjesë realisht Albin do të vlerësuar edhe Rita realisht, po edhe Dua që në se cilin prezentim televiziv, edhe moderatorët janë munduar, dhe më thënë, jo janë munduar, kanë folur shqip realisht, edhe kanë folur për këtë traditat më shumë krenarik, shu që bravo vajzave. Sa do që shto mediat të ndërkombëtari duan të dyjat njësaj, mi ndosim i vrapë, sepse e kam bërë një reprezentim të shtetit tonë në mënyrë në më të mirë të mundshme.